Ndali me flasim për situatën meteorologjike dhe pasojat që kanë sjellë rreshjet e dëndura të shiut që kanë përfshirë vendin tonë ditën e djeshme dhe mbrëmjen. Prej ditës së djeshme qarku i Elbasanit është përfshirë nga rreshjet intensive të shiut, ndërkohë që do të kem Edlira Xheri në lidhje të drejt për drejt për të parë edhe se si është situata dhe pasojat që mund të kenë shkaktuar këto rreshje. Edlira, përshëndetje. Si është situata në qarkun e Elbasanit? Përshëndetje, në fakt që prej ditës së djeshme i gjithë qarku e Elbasanit është përfshirë nga rreshje me intensitet mesatar në gjithë qarkun. Ka pasur problematika të vogla, por vlen të theksohet se nuk janë ato problematika siç janë në qytete të tjera ku ka pasur dhe përmbytje. Për të ndalur tek problematikat, vlen të theksohet se i gjithë qarku e Elbasanit ajo që është më kryesorja është mungesa e energjisë elektrike. Janë qindra familje të cilat janë pa energji elektrike që prej ditës së djeshme, disa për shkak të prishjes shtyllave të energjisë elektrike, disa të tjerë si pas OSHE-s janë stakuar vetë për t'i pasur të sigurt apo të mos u prishur diçka. Megjithatë janë qindra familje në shumë fshatra të qarkut të Elbasanit. Vlet theksohet se më problematike situata e energjisë elektrike është në bashkinë e Librazhdit, bashkinë e Prenjasit, të Gramshit edhe në bashki të tjera të Elbasanit dhe Peqinit, por me problematika më të vogla krahasuar me këto bashki ku kanë zona më të thella malore dhe puna OSHE-s bëhet edhe më vështirë për të ndërhyrë për shkak të terrenit të vështirë malor, por edhe rreshjeve të pandëprera gjatë gjithë kohës. Ndërkohë që vlen theksohet se ka pasur dhe rënje inertesh në të gjithë qarkun e Elbasanit. Më problem situata mbetet në aksin rrugor Elbasan Korç apo Elbasan Prenjas edhe Elbasan Peqin. Aktualisht është duke u punuar ende për shkak të rënjeve të inerteve dhe pranisë së tyre në akset rrugore në aksin Elbasan-Peqin, por edhe në vendin e quajtur kthesa e Murrashit në aksin Elbasan-Librazh, ku ende firmat kontraktore janë duke punuar me mjete të rënda për të liruar në mënyrë absolute të gjithë rrugën, pasi për shkak të rënjeve të inerteve ka pasur bllokime për disa orë të këtij segmenti rrugor. Pjesa tjetër e të gjithë qarkut të Elbasanit është pothuajse e qetë. Në qytet ka pasur rreshje me intensitet të lartë, por nuk ka pasur asnjë lloj problematike sa i përket përmbytjeve apo situatave të tjera. Ka vetëm prani të mungesës së energjisë elektrike në fshatra malor siç është Labinoti Mal apo edhe disa fshatra të tjerë në Derstil të Gjinarit ka pasur rënje inertesh dhe thyrje pemësh. Po ashtu thyrje pemësh ka pasur dhe në aksin rrugor Elbasan Qafthan, ku her pas here firmat kontraktuese apo nga qytetarët kanë njoftuar policinë për prani të pemëve në rrugë që kanë bllokuar rrugën, dhe menjëherë nga firmat kontraktuese dhe nga emergjencat civile të cilat vlen theksohet që kanë qenë në terren që prej ditës së djeshme në të gjithë qarkun e Elbasanit. Emergjencat civile janë në terren për të monitoruar të gjithë situatën dhe për të mbajtur nën kontroll çdo gjë të papritur që do të sjellë prania e rreshjeve intensive që ka përfshirë të gjithë qarkun e Elbasanit. Faleminderit Edlira.